Zoti Lapaj ka drejtën të propozojë çdo lloj gjëje. Dhe unë nuk do ta kisha marrë asnjë sekond seriozisht, sikur ky të ishte vetëm propozimi i Zotit Lapaj. Se them fundja, çfarë peshe ka Zoti Lapaj në jetën politike shqiptare. Ka vetëm një deputetën Kuvendit të Shqipërisë që nuk merr dot as fjalën. Kaq ka. Dhe për tu miratuar ndryshimet në kodin zgjedhor duhen një 84 deputet. Po. Mirë po, në gjykimin tim, ky 4% i famshëm është ide e përbashkët e Edi Ramës dhe Sali Berishës. Pra janë ata që duan të ngrenë një prag shumë të lartë për partitë e reja për të hyrë në parlament, dhe në këtë rast Zoti Lapaj është thjesht zëdhënës i tyre. Pra që të mos dalin ata vetë të thonë po e bëjmë këtë gjë, del njëri dhe thotë. Po çfarë fiton Lapaj nga kjo se? Po rrezikon edhe vetë nëse po ta shohim çik më gjerë atë që propozohet, e marrim vesh edhe çfarë mund fitoj. Sepse njëkohësisht me pragun 4%, propozohet edhe vendosja e koalicioneve parazgjedhore, çdo më thon koalicion parazgjedhor, që qofse ti je pjesë e një koalicioni, pragu nuk vlen për ty si parti brenda koalicionit, po vlen për gjithë koalicionin. Pra qofse në zgjedhjet e ardhshme hyn koalicion Zoti Berisha dhe Zoti Lapaj së bashku, 4% nuk vlen për partinë vete, po vlen për shumën e votave të koalicionit. Dhe madomendja që po hyri Berisha me Lapaj bashkë në zgjedhje, e kapin 4% në së bashku. Dakor? E pastaj më vete, kushdo që bëhet pjesë e këtij koalicioni, mjafton të ketë vetëm 0.7% votave për të nxjerrë një deputet. E 1.4% votave për të nxjerrë deputetin e dytë, e kështu me radhë tërtëretin e të katërt. Ndërkohë që një parti e re, si Lëvizja Bashkë, që nuk kanë ndërmend të hyjnë koalicion, sepse partitë politike në Shqipëri janë intensitetet ndryshme të njëjtit immoralitet politik, kështu që ne nuk kemi ndërmend të ndym veten me ta, ne do hyjmë me qytetarët në zgjedhje. Për partitë si Lëvizja Bashkë, pragu faktik nuk do jetë 0.7% sa për partitë e tjera, po do të jetë 4%. Dhe që këtu kemi një pabarazinë historike. Sigurisht, jo 4, 5, ta bëjmë sa duan. Futun koalicion, thot Lapaj, deri diku se kanë pasur dhe të ftuar, pra mund të futet të bëjnë alianca të tjera. Del njëri tani dhe thotë të tregon çfarë të bësh, pra futun koalicion. E pse të futet koalicion? Pse, do të thënë, sepse këta kanë dhe një gjë që nga që ose lufto për më shumë mandate. E duan pushtetin dhe paran me çdo kusht, janë gati të shesin dhe prindit e tyre për pushtet dhe para, dhe thonë për veten e tyre. Jemi të gati të bëjmë koalicion me Dreqin dhe të Birin, mjafton të hyjmë në parlament. Dhe thonë ti bëj ti si unë, do dhe ti palaço për të hyrë në parlament. Jo, i themi ne, se nuk kemi ndërmend të bëjmë palaço, as për të hyrë në parlament, as për shkuar në Han. Ne duam të qëndrojmë ideve tona dhe të sigurojmë që jo 4 ta bëjmë, 5, 6, sa duan ta bëjnë, Lëvizja Bashkë ka për ta kapërcyer pragun. Pra kjo nuk është çështje për të mbrojtur Lëvizjen Bashkë, kjo është një çështje për të mbrojtur parimin. Pra sot, po themi, me këtë sistem zgjedhor që kemi, ku pragu kombëtar është 1% e votave, sigurisht pastaj duhen marrë votat të mjaftueshme në një qark. Pra, në sistemin që kemi ne sot në fuqi elektoral, ka vetëm 6 parti parlamentare. Të duken shumë 6 parti parlamentare. Pra nuk është se ne kemi një sistem zgjedhor ku janë futur 20 parti dhe ku partia e parë ka 33 deputet, edhe shumë e vështirë për të bërë shumicë qeverisë. Ne kemi një sistem politik dhe elektoral që maksimumi ka futur 6 parti në parlament, edhe ku partia e parë ka 83 deputet. Ka majorancë absolute. Të thuash që duhet ta ngrejmë pragun, duhet ta katërfishojmë pragun, çfarë do thot praktikisht? Që në parlamentin e ardhshëm, pa synimi i tyre është një Rama të ketë jo 83, por 93 deputet, dhe këta tjerët, koalicion me Berishën, të jenë të vetmit që hyjnë në parlament. Por i kanë bërë hesapet pa hanxhiun, thot populli, sepse populli vetë e kupton shumë mirë ku qëndron e drejta, ku qëndron politika parimore, dhe po them dhe herë, jo 4 ta vën, po ta vën 7 sa në Turqi. Sa që ka sot. Mor ta vën sa duash, ne do hyjmë dhe do ta arrijmë objektivin. Problemi nuk është a do ta arrijë Lëvizja Bashkë. Problemi është, po ta zëm, një kandidat i pavarur që do të kandidojë. E pamundur. Si do bëhet deputet ai kandidat i pavarur? Sepse praktikisht ti për të hyrë në parlament duhet zgjedhësh o 6 deputeta automatikisht o asnjë. Po ai që është vetëm kandidat i pavarur. Kandidat i pavarur, një profesionist, një sindikalist që ka mbështetjen e komunitetit vet. Ai që zgjidhet një deputet duhet marrë vota sa 6 deputet. Po një parti e re
një parti ku diun të rish, një parti intelektual, që do të lind nesër.